Më poshtë ju sjellin parametrat sipas cilave matëm se protesta e dytë e studentëve të juridikut për provimin e jurisprudencës e që u bë protestë qytetare shqiptare për zbatimin e kushtetuesës dhe shtrirjen e gjuhës shqipe në shtet ishte e suksesshme. Një parametri politika. Ditën e protestës u dhanë premtime dhe u ndërmor masë konkrete nga Komiteti për Marrëdhënie mes Bashkësive i Kuvendit për provimin e jurisprudencës dhe më tej të provimeve profesionale e që ishte brumi fillestar për këtë protestë ndaj mos zbatimit të dispozitave ligjore për gjuhën shqipe. Ndërsa, fitoria politike më e madhe e që tani më hyri në histori ishte se takimi i parë zyrtar i dy bashkëkryetarëve të posaçzgjedhur të Vlenit me kreun e qeverisë ishte vetëm atë ditë, mu para protestës. 2. Masoviteti dhe gjithëpërfshirja. Me prezencën masovike dhe përkrahjen e studentëve nga gjithë shtresat e shqiptarëve në vend, shqiptarët kolektivisht dëshmuan në mes të kryeqytetit se nuk janë njëra prej bashkësive të shumta në këtë shtet multietnik ose, siç dëshirojnë t'i quajnë tjerët her pas here pakica, por një numër që shkon shumë përtej numrave të një populli konstituitiv, historikisht, politikisht edhe aktualisht. Bile, nëse do matej me prezencën e popullit mezi shumic 53% ati i Maqedonas në të kaluarën e afërt në protesta për çështje të ngjashme identitare si konteksti rreth emrit, mund të del se vetëm shqiptarët janë shumica e vetëdijshme e këtij vendi. Sigurisht që ndaj këtij konstatimi dhe kësaj matjeje mund të polemizohet me atë se maqedonasit e kanë shtetin, timonin e shtetit dhe institucionet dhe nuk kanë pse të protestojnë në kaq numër të madh asnjëherë. Por unë këtu sjell matje dhe krahasim për fjalë dhe çështje të mëdha si emri, gjuha, identiteti. Shqiptarët pra në këtë rast e quajnë të madhe gjuhën shqipe dhe ja në numër të madh e dëshmojnë këtë. Kurse këto tjerët thoshin do na ndodh bugarizim, nuk na e njohin gjuhën, na ndëruan emrin e tjera me radh, ndërsa kur protestonin me dhjetëra qytetar. 3. Bartësit e organizimit dhe mbrojtja nga devijimi i protestës. Do nëse organizimi kishte hendikepe të mëdha, si prezenca e disa eksponentëve të BDI-s që kanë qenë direkt personalisht me vite të tëra të kyçur në masakrimin, vonimin, heqjen dhe zvarritjen e kushtetutës për gjuhën shqipe, prap se prap ajo prezencë u balansua kryesisht nga prezenca tjetër e deputetëve të shumë tjerë shqiptar, të ri edhe nga BDI, por edhe nga partitë tjera, bile edhe deputetit shqiptar nga partia opozitare maqedonase LSDM, Fatmir Bytyqi. Ndërsa ata që i kemi parasysh dhe i kemi emërtuar si dinozaurët që kanë qenë deputet dhe funksionar prej vitit 2004 kur është dashur të përfundoj implementimi i marrëveshjes Kornisë të Ohrit me gjithë dispozitat për gjuhën shqipe, jo vetëm që nuk duhet të preken e tërbohen nga indinjimi prej prezencës së tyre në protestë të studentëve të lindur pas vitit 2004. Por, herën tjetër, bëjnë mirë të mos duken afër ndonjë proteste gjithë popullore, se aty është i gjithë populli e mund të devijojë në protestë ndaj tyre. Dhe një parametër tjetër suksesi që ndodhi për skaj krejt çalimeve organizative si pritja koti 1 orëshe për nisjen e protestës ishte se nga këto protesta përdëlloi një lider i ri me Vlan Ademi. Ndonëse Vlen me teknika të cilat në këtë vend janë të njohura si teknika të VMRO-s, të rrethoj dhe nënvizoj njerëz dhe protestat vetëm si të BDI-s, këtë nuk e arriti për kryesyusin e organizimit të protestit, studentin e kthjellët shqiptar që u pa se e dinte atë që krejt shqiptarët e dëshmuan dje. Gjuha shqipe këtu në këtë vend ka qenë dhe do mbetet edhe më tej. Ju faleminderit.